Përshëndetje, pas përfundimit të serisë së videove për zgjidhjen e detyrave të të provime pranuese nga kolegjet e Kosovës, vendosa që të filloj me kryerin e veprimeve aritmetike në syesat komplekse. Kështu që le t'ja fillojmë. Prim se 140 të plota e 7 të treta minus 138 të plota e 5 të 12 pjesësim për 18 të plota e 1/6 thyë për 0,005 është barabartë me. Së pari, thyesat e përbëra i shndrojmë në thyesa, kështu që e shumëzojmë. 30 herë 140. 30 herë 140. 0 0 0 0 3 0 4 0 0 4 3 12. 1 herë 30 bëjnë 30. Kështu që është 4200. 4200 plus 7 bëjnë 4200. 7 pjesënim për 30. Minus 138 herë 12. 138 herë 12. 2 herë 8 bëjnë 16, 1 e 16, 2 herë 3 bëjnë 6 dhe 1 bëjnë 7 dhe 2 herë 1 bëjnë 2. 1 herë 138 bëjnë 138. 6 e zbresim. 7 plus 8 bëjnë 15, 5 e 1 9, 3 plus 3 bëjnë 6 dhe ulim njëshim. 1600 e 56 plus 5 bëjnë 1661 thyë për 12. Pjesëtim për 18 herë 6. 6 herë 8 bëjnë 28. 8 e 4 në men. 6 herë 1 bëjnë 6. 6 herë 1 bëjnë 6 dhe 4 10. 108 plus 1 109. E 9 të 6. Më lejoni të fshik këto. Hapi pak vend. Tani le të vazhdojmë. Thyë për 0 presja 0,05. Kjo është e barabartë me. Tani e gjejmë emrusin e përbashkët në mes 30 dhe 12. Ai është 60. 30 dhe 60 përmbahet 2 herë. 2 herë 4207 bëjnë 8414 minus 12 të 60 përmbahet 5 herë. 5 herë 1661 bëjnë 5 herë 1 5. 5 herë 6 bëjnë 30, 0 e 3 në men. 5 herë 6 bëjnë 30 edhe 3 33, 3 e 3 në men. 5 herë 1 bëjnë 5 edhe 3 8. 8305 minus 8305 herë 6 të 198. Kjo është barabartë me 8414 minus 8305 bëjnë 8414 minus 8305. 5 4 minus 5 bëjnë 4 minus 5 bëjnë 9. 0 minus 0 bëjnë 0. 4 minus 3 bëjnë 1. 8 minus 8 bëjnë 0. 109. Kjo është barabartë me 109 të 60 minus herë 6 të 109 thyë për 0 presje 005 është 105 thyë për 1000. Dhe kjo është barabartë me pjesëtim për 109 këtu 1
këtu 1, këtu 6, pjesë tim për 6, këtu 1, këtu 10. Është barabart me, të hapi vend pak. Është barabart me 1/10. Këtu e për 5 për 1000, ndryshe mund të shkruhet edhe si 1/200. Dhe kjo është barabart me brendshmet me brendshmet, jashtmet me jashtmet, dhe na del 200/10, sepse këto shumësohen me këto dhe këto me këto. Kjo është barabart me 20. Në video